Banori i Big Brother VIP Albania, Alessio, sonte pritet të largohej nga shtëpia. Ndonë se shumë kush mendonte se ai do të qëndronte më gjatë në këtë rrugëtim. Qetësia, maturia dhe mënyra e tij e arsyeshme të folurit e kishin bërë të dukej si një nga konkurrentët që mund të shkonte larg. Por duket se jo gjithmonë mjafton të jesh i qetë dhe i mençur për të mbijetuar në një format kaq të fortë. Qëndrimi i tij në shtëpi nuk ka qenë i lehtë. Ofendimet, bullizimet dhe tensionet e vazhdueshme kanë krijuar një atmosferë të rëndë. Sipas shumë reagimeve, disa situata kanë kaluar kufit, përfshirë ofendimet dhe kërcënimet që bën Rogerti, për të cilin një pjesë e publikut mendon se duhet të ishte ndëshkuar më herët me zarf të zi. Edhe disa banorë të tjerë, që herë shfaqeshin si miq e herë si kundërshtar, e kanë vendosur Alesion në pozita të vështira. Megjithatë, ndryshe nga të tjerët që e përqafojnë konfliktin si strategji, Alessio nuk është natyrë që ushqehet me përplasje. Ai nuk mund ta durojë një lojë që, sipas tij, ka marrë një drejtim të papastër. Për këtë arsye, ka vendosur të kërkojë largimin nga shtëpia. Publikisht, ai do ta justifikojë daljen me faktin se i mungon familja dhe se nuk mund të qëndrojë më larg tyre, duke theksuar se të gjithë banorët janë shumë të mirë. Por pas kësaj deklarate fshihet lodhja nga një ambient që nuk përputhet me karakterin e tij. E vërteta është se jo çdo kush është i ndërtuar për një lojë të tillë. Ky format kërkon durim të jashtëzakonshëm, lëkurë të trashë dhe aftësi për të përballuar presionin e vazhdueshëm. Alessio mund të ketë pasur qetësinë dhe mirësinë, por pikërisht kjo mirësi nuk e lejon të përshtatet me një lojë ku shpesh fiton ai që përballon më shumë tension. Dhe ndonjëherë të largohesh me dinjitet është një fitore më vete. Faleminderit që qëndruat me ne deri në fund të videos. Mos harroni të abonoheni, ta pëlqeni dhe ta shpërndani me miqtë tuaj. Mbështetja juaj na motivon të sjellim për ju përmbajtje edhe më interesante. Faleminderit që jeni pjesë e kanalit tonë.